Amma ba'd, falenderimet dhe lavdrimet I takojnë vetëm Allahu Azza wa Jall. Salavat dhe selamat jetër për Muhammedit alayhi salatu wassalam. Wa që në mshira Allahu Azza wa Jall qoftë me ta familjen e tij, shokët e tij sinqer besnik, edhe me të gjitha ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar xhamat, të nderuar vëllezër, në motra jemi në teravinë e parafundit të këtë muaj të mënduar të Ramazanit, njëkohësisht është edhe ligjërata e parafundit e këtij muaji të mënduar, pra për ligjërata të teravis. Normalisht Ramazani me qenë se është ka fundi I tij, besoj që të gjithë kemi kuptuar esencën e Ramazanit. Megjithatë, ky muaj do thot duhet të jetë vetëm një pjesë e jetës tonë dhe nuk duhet të mbaron njeriu sa adhuroj Allahun Azza wa Jall. Nga se muslimani është rob I Zotit e nuk është rob I Ramazanit. Nga se na e shohim që disa prej xhamatit Ramazani rrin gati namazit edhe teravis. Kur fillon dita e parë e Baramit e shohim që ai stagnon nga falja e namazit. Ku mbet ajo kënaqësi që e arriti ai në Ramazan. Ku mbet ibadeti që e bën Zoti xhallahu ala. Andaj kalimi I Ramazanit nuk kupton që ka kaluar një pjesë të jetës tonë. Nuk kupton që një mundësi që e patëm me të lëshu, do thot ka kaluar. Kuptohet ai cili ka shfrytzuar Ramazanin me bujë ibadete të shumta, ai cili ka shfrytzuar Ramazanin me përmirësu vete dhe me ulë nga gjunat, ai normalisht ka fituar, do thot shpërblime të cilat shpërblime ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe normalisht I tillë meriton të gëzohet nga se ai do thot përmes Ramazanit e ka arrit falën e Allahut Azza wa Jall. Nga se në të mundur të në kësaj, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, I përbuzur dhe I dështuar është ai cili e arrin Ramazanit, edhe përmes Ramazanit nuk e fiton falën e Allahut Azza wa Jall. Realisht kjo lutje është mundur atyre që si e kanë ditë kimetin Ramazanit, kundër atyre që s'ka po përpjekje në Ramazan, edhe se Allahu Azza wa Jall ja mundsoi këtë mundësi të ardhë, I dha këtë komoditet, por ai u fut në Ramazan I njëjtë dhe doli po ashtu I njëjtë nga muaji I mëkuar I Ramazanit. Andaj, qysh ka fund, thirrsi gjatë Ramazanit, ja bali e khejri akbil, o ja bali e shërri aksir, o ti që e kërkon të mirën, o ti që synon të mirën, afrohu dhe shtoj e dozën e të mirës, o ti që e synon të keqen, ndalu edhe paksoj e dozën e të keqes. Për arsye ka qenë shansi madh për njerëzit që ta adhurojnë Allahun Azza wa Jall më lehtë dhe më lehtë ta afrohen te Zoti xhallahu ala. Dhe normalisht adhurimi I Zotit arrit edhe përmes falënderimit. Me arrit me falëndëru Allahun në netën e fundit të Ramazanit. Nga se Zoti xhallahu ala na ka urdhëruar për një gjë të tillë dhe ka thonë وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Pra, që të plotësoni numrin e ditëve e ta adhuroni Allahun Azza wa Jall, nga se Allahu është ai I cili ju udhëzoi juve dhe ju bën që të jeni mirënjohës ndaj Zotit xhallahu ala. Dhe normalisht si mos me falendëru Zotin kur na mundsoi me qenë prezent në këtë muaj të bekat, si mos me falendëru Zotin kur Allah na mundsoi me I bo disa nga adhurimet të cilat adhurime nuk kemi pas mundësi me bo jashtë Ramazanit. Normalisht Ramazani pra ka qenë mundësia e artë për atë cili ka dashur me përmirësu veten, e ka përmirësu. Normalisht ai cili nuk ka dashur nuk e ka përmirësu, do thot veten. Për arsye besimtari
një farforme, edhe ndihet keq, edhe mërzitet me shkullin e Ramazanit, mirë po njëkohësisht ndihet i lumtur se ka arritur me agjëru këtë muaj të bekuar të Ramazanit në tërësi. Dhe kjo është nga një nga sukseset, të cilat sukseset meritojnë falënderim dhe mirënjohje ndaj Allahut Azza wa Jalla. Nga se ka mundësi Ramazane tjera nuk kemi mundësi me i prit. Ka mundësi Ramazane tjera kanë me qenë ndryshe. Për të shtyje, a i cili ka arrit këtë natë të parafundit Ramazanit, normalisht e ndjen vjetën të obligum me i qudurt, edhe me po doa Allahu ja përnoj badetet Ramazanit, po edhe me falendru Zotin, që Allahu ja mundësoj me hyjë Ramazan që do shemir dhe me dalë që do shemir, që Allahu ja mundësoj Ramazan me një gjallë dhe me dalë gjallë për Ramazanit, që Allahu ja mundësoj me filluar agjërimin e Ramazanit dhe po ja mundësoj me përfundu. Nga se ka për njerëve që ditën e Arbajt Ramazanit ka ishë në do shemir, po ju ka përëqit problemi shëndetësor. Ka për njerëve që kanë hi Ramazan pa bela, pa Ramazan nuk kanë do belaja. Ka për njerëzve e ka për njerëzve. Nga më të ndryshmet e rasteve, të cilat raste na japin njerë me kuptu që Allah Azza e karojt njerë nga këto qështje dhe ne ka bërë që të kalojnë të thotë Ramazanit më njërë më të mirë të mundshme. Andaj muslimoni me shkuar me këti mysafirin, pra një farforme dhe mërzitet, nga se ka qenë mysafir me plot begati, ka qenë mysafir me plot mirësi, begatit e cilat jashtë Ramazanit më ndoshta kemi qep i mos, kemi qep me i kërku, por nuk kemi mundësi me i shju edhe me i qep për shkak se këto janë veçanta para me ardhen apo me raste Ramazanit. Me përfundimin e Ramazanit nuk gëzon me përfundu edhe ibadeti muslimonit. Nga se Allah Azza wa Jalla ka kërku prej neve që t'jemi rob të Zotit vazhdimisht. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Dhe adhuroje Zotin tonë po Muhammed s.a.s. Desa ta arrije e vërteta vdekja. Thjesht dush me qenë rob i Zotit. Edhe mas Ramazanit mos ma agjëru, mos ma haru agjërimin. Edhe mas Ramazanit mos ma haru sadakon. Edhe mas Ramazanit mos ma haru namazin, apo mos ma haru tërsi Zotin. Kjo fe është e letë. Allah ka bërë të dilë, ka thonë pejgamberi sa i cili agjëron Ramazanin, edhe e pason me 6 ditë të Shevalit, ose kurse me agjëru tër jetën, apo tër vitin. Pse? Për shkak se Ramazani 30, që si vjeti ka 29, dhe pëse da Allah ka bëjt e shkullimi i plot, edhe të herë dhe mujnë 300. 6 ditë muaj Sheval është, herë dhe 6 ditë 360 ditë. Me një Ramazan, edhe me 6 ditë pas Ramazanit. Shkruhet Allahu që ka agjëru tër vitin. Se Zoti ka thonë: "Men jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha, wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun." Kush e bën të mirë, pra i ka vend se vapa dhe shpërblime. Kush e bën të keqe, nuk shpërblehet të thotë me diçka tjetër. Thotë Hasan al-Basriu, Allahu Azza wa Jalla Ramazan ka bërë garë për njerëzit, ku njerëzit e mirë garojnë me arrit kënaqësinë e Zotit. Disa e kalun garën edhe fitun, e disa për tyre e humbun garën edhe u dëshmuan, për sa i habitshëm është dëfrimi i parësyshëm i njerëzve, të tjerë ku njerëzit e mirë fitojnë, ndërsa neglizhuesit ka humbin garën. Në këtë dunjë është gara e fillon edhe mbaron. Mirë po kjo humbë një shpim të saktuar kësaj bote. A në përfundimin e garës Ramazan nuk ju humbë diçka pak. Nuk ju humbë një shpërblim të kësaj bote, kjo humbë shpërblim të botës tjetër. Kjo humbë shpërblimin madhështore të cilat shpërblime Allahu i ka përgatitur enkas për agjëruesit. Për arsye, tha Abdullah ibn Mas'udi: "Men hadha al-maqbul fanuhannihi, wa man hadha al-mahrum fanu'azzihi." Kush është ai i cili është privu nga të mirat e Ramazanit ta kushtojmë. Të thojmë inshallah jetë gjallë Ramazanit tjetër edhe hapi sytë dhe punon. Kush është ai i cili do
do thot, është dhe nuk e ka shëzu Ramazanit, apo ka qenë fitimtar Ramazan që t'ja provojnë fitur në tine. Andaj dyja, maqbul edhe mahrum. Maqbul thot i pranum dhe Zotit, dhe sa mahrum i pirguar nga mshira e Allahu Azza wa Jalla. Andaj nëse Ramazan nuk e arrit këtë mshirë të Zotit Gjellewala, e ke vështirë pastaj me arrit pas Ramazanit. Andaj, pa Ramazanin, gjithmonë ne kemi llogaritë se ka mundësi me qenë një fund të probleme. Mirë një përsisht ne kemi llogaritë që jemi të minu me besim dhe bindje të plotë. Edhe me një bindje të plotë tjetër që kena ma arrit shpërblimit të Allahu Azza wa Jalla. Për të arsye, i dërguar me Zotit tha, Isai me farhaten, për ashtu se ka dy gëzime. Gëzimi i parë kur e qeli iftarin, edhe gëzimi i dytë kur e takon Allahu Azza wa Jalla. Kur e qeli iftarin, gëzohesh që ke përfunduar një ditë. Edhe gëzohesh që po mundesh këto të mira që ke në sofër, që të patundalu deri në ditën e caktuar me shpëzutash. Dhe gëzimi i dytë kur të dalësh për Allahu Azza wa Jalla, pra gëzohesh për shpërblimin që Allahu Azza wa Jalla i ka përgatitur ekas dhe special për ata që e kanë arritur Ramazanin. Normalisht, nëse ke qenë gjendje, ma gjuru një Ramazan obligativ fars, në thot 29 ditë, pa problema të ke mundësi ma gjuru dhe 6 ditë fundatare për Allahu Azza wa Jalla. Nga se, tha Zotë Gjellewala në hadithi Qudsi, vazhdo në robit të kryje vepra fundatare në file derisa ta fitoje dashurin teme. A do të dashurin Allahu Azza wa Jalla parë, e dojmë të gjithë me fjallë, e dojmë të gjithë mirë më pak të neve të shërojnë me fitu për në vetë dashurin Allahu Azza wa Jalla. Dhe kjo dashuri e Allahu Azza wa Jalla fitohen duke kry na filet, duke kry punëtarët, e prej na fileve, po është edhe agjërimi i 6 ditë të Shawalit. Normalisht, agjërimi i Ramazanit ka qenë për neve mburoj nga shejtanët, dhe normalisht ka qenë mburoj nga epshi dhe nefsi, cilët janë 3 armiq të njeriut, dhe këta armiq ka qenë të dëpsuar te i masa Ramazan, dhe ke pas malet me i mirë menagju. Me përfundimin e natës së Ramazanit fundit e Sodoma, shejtanët e turbuar e zgjidhen dhe lirohen. Njerëzit më atë qësi shpikturët që nga pas Ramazan është vështirë me pas. Atë qësi psiqike edhe të menduarit pozitiv ndoshta më e kanë vështirë me pas dhe në menagju mas ngrënjë se iftarit e nesën të fundit. Shkak se shejtanët hazërin të turbuar dhe turbuan edhe ma shumë, se s'ka qenë afërnere me nashtime me ndu keq, me full keq edhe me gjyku keq edhe me vëpru keq. Dhe për ta ka qenë një muj i rondë, dhe sa për neve ka qenë komoditet dhe liri, për t'u afru sa ma shumë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj, Ramazanin duhet me e përcjellë mënyrën më të mirë të mundshme. Jo me u gëzua dhe me thunën, valla të shka Ramazani e është më ka bua nervos që të gjërimit, shqyqy që përshkon për të dikush, Allah në rrë. Me folë si fjallë nuk ka hije, njeriu që ka agjëruar Ramazanin. Gjithashtu, me përfundimin e teravive, ose namazet natës, nuk përfundon namazin kur asnjëherë. Nga se namazin ka mundësi pastaj edhe më falë në shtëpi. Sa të kesh mundësi, 2 rekate edhe më shumë. Me përfundimin e Ramazanit, nuk përfundon edhe leximi i Kur'anit. Është vërtet që mukabele s'ka, është vërtet që njerëzit i mbledh jashtë Ramazanit mukabele s'ja kush. Mirë po, nuk do thotë që duhet me u shkuqit, edhe me kriju distancë me librin e Allahut Azza wa Jalla. Përkundrazi, duhet me qenë afër Kur'anit, se Kur'ani është ndërmjetësues për atë që e ka lexuar, ka më ndërmjetësuar nesër me lejen e Allahut Azza wa Jalla. Dhe normalisht kjo zemër që Allah me ka falë, Ramazan një farforme u pastru. Edhe këtë pastërti dhe lirësi që ka marrë kjo zemër Ramazan, mos u mundu me jahu lerën edhe ditën e parë baramit me e përzime haram. Ditën e parë baramit me fillu me i nuk pika të zezak që zemër. A ke njëri për e ka një kërë shtrejt, edhe ka ndo një majiz shtrejt, një këmish të mirë buku shtrejt,
me bo mja pikë të kush bajrama, po dhe vetë të mungur për mu pikën, pika në zemën e kemi. Dhe që kemi frakë, pse mos e këta e kom zemën, së të e kom shumë shtrejt, që shumë duhet me trajtu dhe zemën, se përse zemën është regu, të ma qenë regu dhe të të trupi me lene Allah dhe zë muqenë. Ramazan, u daluma dhe me moral, bonëm pak sabër ma shumë, nga se Ramazan në mësoj që e duhet më usirë, në mënyrën ma të mirë të mushme. Ramazan në mësoj që një kush kur nga ofendon, nga fyre dhe nga provokon, me i thonë unë jam majhru shumë. Gjithashtu, Ramazan u afrova më shumë me të afërmit, Allah, familjarët, farafisin, mos i harroat edhe pas të Ramazanit, sa të njerës, sikur Ramazan, sikur jashtë Ramazanit. Gjithashtu Ramazan u mundove që me qenë për ashtive që e majnë për timin e Zotit, edhe jonë munah bujarë, mos e pakso bujarin edhe pas Ramazanit, dhe mos e dhe për timin që Allah dhe e vëgjerë. Gjithashtu, Ramazan ke qenë shumë produktiv dhe pozitiv, andaj mos e humë këtë pozitivitet, mos e humë këtë produktivitet, dhe thot edhe pas Ramazanit. Edhe fundit, Ramazan, fate mundësi dhe mundove që me bo vepra shumë vullnetare. Nëse s'ke mundësi këto vepra me i bo edhe jashtë Ramazanit, atër s'paku të një vepër të caktume mundohu me bo me lejnë Allah të zëvëgjel, dhe me bo doa se funja fundit të gjithë zemra tona jenë në duart e